Sot kemi stërvit e fundi, deri tani ne jemi gjithë rregull, veç Bruno ka 4 kartona, të tjera ne jemi rregull, sot kemi etashum stërvit e fundit, pastaj bashkë me stafi do vendosim për gjitha gjërat e tjera, por deri tani ne jemi rregull. Shikojmë që do të shkojnë ndeshja që do të luhet në Tiranë, jeni të kënaqur vetëm me barazimin apo Elbasani shkon vetëm për fitore? I pari nuk ka problem për fushat, Tirana apo në Elbasani apo për një fusha tjetër, kjo është rregulla edhe ne jemi gati çdo javë, domethënë nuk do flasim për fusha, por patjetër stadiumi është shumë bukur, fusha perfekte edhe për Dinamo edhe për ne është mirë. Tani për rezultati unë nuk mund të flasim sepse një në ndeshje ka 3 rezultati brenda. Do fitosh, do humbish edhe do luash barazin. Domethënë ne jemi Elbasani, gjithmonë do provojmë të luajmë futbolli bukur edhe do bëjmë maksimum me fusha. Edhe nesër do provojmë njësoj. Shikojmë që Elbasani ka 4 fitore rrjedhë. Mendoni që është momenti më i bukur apo më i kënaqshëm i skuadrës? Ne jemi fokusuar çdo javë, edhe ne jemi fokusuar për pikat. Qunat meriton gjitha me stafi tim deri tani këto 4 javë ne jemi mirë, ne jemi kënaqur, por prap kampionati është shumë bukur edhe nuk mund të komentojmë shumë sepse deri tani nuk kemi fituar asgjë. Domethënë nuk duam eufori, duam durim kem në tokë, do mendojmë vetëm për ndeshje radhasi, edhe në ndeshje radhasi është Dinamo. Shikojmë që të gjitha golat kanë ardhur nga sulmuesit. A është skuadra e Elbasanit tashmë e kompletuar të themi? Kjo ndoshta është pozitiv, patjetër, sepse sulmuesat është lojtarët golat, si do të them në shqip. Domethënë kjo është pozitiv edhe për ne, edhe për sulmuesat, por unë si trener kam një tjetër mendim, domethënë nuk është e rëndësishme kush do shënoj goli. Rëndësishme është skuadra, edhe do fitojmë. Por edhe një herë patjetër jam kënaqur edhe me sulmuesat edhe me gjithë lojtarët.